Presidenti Amerikan Donald Trump nënshkroi 2 urdhra ekzekutiv për të kufizuar të drejtën e shtetësisë në lindje, duke sfiduar edhe një herë një dispozitë të Kushtetutës, edhe pse gjykata e lartë hodhi poshtë përpjekjen e tij të mëparshme. Kufizimi të drejtës së shtetësisë në bazë të lindjes ka qenë një nga prioritetet kryesore në goditjen e presidentit republikan ndaj imigracionit, me shtëpinë e bardhë që pozicionon veçanërisht atë që i quajnë turizëm lindje, në të cilin të huajat 7 zëna udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara për të lindur. Pas pengesës së 30 qershorit në gjykatën e lartë, Trump i bëri thirrje Kongresit të veprojë, por ai zgjodhi urdhra ekzekutiv të cilët përcaktojnë politikat, por nuk kanë të njëjtën peshë si ligjet e miratuara nga Kongresi. Gjykata e lartë kishte rrëzuar se jo kushtetues urdhrin ekzekutiv të mëparshëm të Trump, i cili synonte një numër të gjerë migrantësh në vend në mënyrë të palishme ose të përkohshme. Administrata argumenton se direktiva e re bie jashtë fush veprimit të vendimit të gjykatës së lartë, pasi kërkon të riinterpretojë përjashtimet të ngushta historike të shtetësisë në lindje dhe të zgjerojë se kush nuk është e kualifikuar. Qendra për studimet e imigracionit, e cila mbështet nivele më të ulta të imigracionit, vlerëson në një analizë në vitin 2020 se midis 20.000 dhe 25.000 nëna erdhën në Shtetet e Bashkuara për turizëm lindje në një periudhë njëvjeçare midis viteve 2016 dhe 2017. Në vitin 2025 në Shtetet e Bashkuara pati 3.6 milion lindje. Urdhrat e rinj të Trump mund të përballen me sfida ligjore. Ekspertët thanë se ishte paqartë se çfarë efekti mund të kenë dhënë urdhrat ekzekutiv në vendimin e gjykatës së lartë, ndërsa avokatët e imigrantëve e quajtën atë një përpjekje për të shmangur vendimin e gjykatës së lartë.